Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani është drejtuar me një letër zyrtare presidentit të Partive Popullore Europiane, Manfred Weber, si dhe drejtuesve të partive kryesore të Qendrës së Djathtë Europiane pjesë e PPS, mes tyre kancelarit të Gjermanisë Friedrich Merz dhe kryeministrit të Greqisë Kyriakos Mitsotakis. Ndonse kanë përjashtuar nga partia, Saliani prezantohet si antari i kryesisë së Selis Blu dhe ngre shqetësimin lidhur me zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe shkeljen e standardeve demokratike të funksionimit të saj. Sipas ish-deputetit, Partia Demokratike nuk ka respektuar statutin e partisë, si dhe janë bërë përjashtime arbitrare të antarëve dhe kandidatëve. Çështja nuk është një kandidim individual, por mbrojtja e standardeve demokratike, pluralizmit të brendshëm dhe kredibilitetit institucional të partisë më të madhe opozitare në Shqipëri. Saliani kërkon nga PP-t dhe drejtuesit e partive të djathta europiane një angazhim parimor për të inkurajuar dialogun, respektimin e normave statutore dhe ruajtjen e standardeve demokratike brenda Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ndërkohë, në konferencë për mediat, kryedemokrati Sali Berisha tha se Saliani është vetë përjashtuar, ndërsa pretendon se ish-deputetit ja ka shkruar letrën zyra e kryeministrisë. Ai që shkruar letër është një vetë përjashtuar nga kjo parti, por ai natyrisht ka të drejtat. E ti mund të shkruaj letra ku të dojë, është i lirë, sikundër, është i lirë të drejtohet organeve të partisë, gjykatës partisë, ku të shpreh ankesën, megjithse ai u vetë përjashtua, zgjodhi vetë përjashtimin. Ndaj dhe letrat e shkruar nga zyra e Dirams apo ndonjë tjetri nuk kanë asnjë vlerë për Sali Berishën. Pak ditë më parë, Saliani ka dorëzuar edhe një ankesë në kryesinë e Partisë Demokratike dhe në gjykatën e partisë, në të cilën kërkon që të bëhet nul çdo vendim për përjashtimin e tij nga gara. Nga ana tjetër, PD-ja zyrtare ka thirrur antarësinë më 23 maj të votojnë në referendum Sali Berishën si kryetar të 4 viteve të ardhshme.